Ka ardhur atje, ja mo ti, kemi qenë atje. Më kuptova dhe mu. Po, ha, s'ka Po gjë. si ka ndryshuar situata? Po dakord, po ngjoj. Am Dhe si ka pyete. ndryshuar? I thash, okej, thash. Kaq i kam thonë. Edhe kam prit se ashtu i kam unë ato gjonat e mia. Kam pas ca sinjale, ca gjëra, ca lëvizje, ca skema. Jam pa të gjitha ve studiu të gjitha. Skema edhe i thash, vlla, Jo, të kam marrë prapën ty. Lëre kam thënë këtu, se kesh do tigë ajo që do tigë. lëre më tha mua. Lëre këtë muhabet thash. Thash, Se kuptova gjithë situatën, se s'ka. jo se kam unë gjendore, ke parasysh ore. Do të thënë mos i Po unë do bëja variantet e mia mos i që jep muhabet ti kishe fare, dalë. na që dali edhe mos ketë shtek fare ku të kapet fare, mos dali fare triqëci. E kupton me logjikën, se po këtë spot të këty i bie tash që ti kapeshim një temë, pa dilje në prime. E kupton ishte vëmendje. Po leti se di unë se si tu merrsha me atë punë tani. Si ai them me ran mua apo kesit tash? Jo për ta kjo. Mos e luaj këtë që të rrinë heshtje. Ora, më dëgjoj mua. Për ty, fillimisht, pastaj thash, tani tash vazhdo me programin tjetër. Kishim dy plane. Bjeri në kuptimin, jo bjeri se si bi unë e di unë, po bjeri në kuptimin që mundohet ta nxjerrësh jashtë. Ja ta them kështu, mundohet ta nxjerrësh jashtë. I kam thonë, "Okej, është mbyll muhabeti." Më mrapa, unë kam pat të gjonat e mia, isha i qetë, erdhi dhe tha, "Jo, më tha mu. Atë që kanë thënë, jo." Atë i thash, "Unë pa ma thonë ti, e kisha marru punën." E kupton çfarë po them? Pra nuk do merrem, çu si ka, doli, është puna vet. Po. Unë nuk do jap asnjë lloj atributi Po, kjo është gjithë. për më humor me nxjerr Mateon jashtë. Edhe pastaj kam marrë fol me ty unë si qyshte. Do ta lej të muhabet si ta ketë rrjedhën e vet. Nuk jam të përzi. Si burrë vëlla. Dhe Tamam.